luajnë filtr përpara mesdëshorëve që të mos ta krijojnë në situata vështira. Ka një paralajmërim në distancë për Strakoshën për Vonesat. Manaj. Gjyhtari ka faul të shkaktuar nga ana e Rej Manajt. Manaj duhet të rregullojë vitja shumë. Të bllokojë faulla që rrezikon një karton. Stankovic. Gjen Pavlovic. Uzun është aty. Nuk kanë të marrë topin. Tjetkovic. Milosavljevic. Ndalet Hoxha. Pavlovic. Letkovic. Këtë viqa bre nënën për e fshimës e losha. Mjaft i shpejtës, mjaft. Arber Hoxha, por në momentin e fundit topi larguar, që është Jana Milosavljevic. Është mëkat i madh që nuk vazhdoi të tentonte se e bën ndonjë shpejtësie që nuk po e ndiqte dot, edhe pse Hoxha nuk ishte në progresion tim maksimal, mbrojtësi numër 4 pra Mirosavi nuk po e ndiqte dot në këtë duel. Por gabimi i tij që e futi topin nga brenda, prandaj nga ishte mbrojtur, vazhdoi ta udhëziste në pjesën e jashtme. Vjen pra topi Vaslani për të ekzekutuar ditën e parë nga këndi për skuadrën tonë në pjesën e dyta në këtë ndeshje. Hajde gol Shqipëria dhe një gol. Minuta 68. Në zona 5 metrave ka një devijim, me topin që largohet. Laçi ka një top të prekur me dorë për gjyhtarin që gjithçka e rregull dhe përfundan Vlahovic në ground të tja. Kantimita e shmange Vlahovic. Ajo në hyrje perfekte. Lali largudën e Dušan Vlahovic. Top shleqon Stankovic. Një top me do në ground tjetër Kostić. Pavlovic, përpiqet të Pavlovic në atë rrezim, nuk ka asgjë. Mendon që duhet të vijojë. Mundohen me bo me hile shkijet. Shumë qesharak në atë rrezim. Pavlovic, për centimetrat që ka, për kilogramë që ka, ai rrezim mjaft teatral. Tu që puna e virtuozumit i cili e theksuam që dy rreziqet që mund të vinë janë pra rrezimi i tij Chelsea. Nuk do të analizojmë për nuk është asnjë prioritarëve tanë. Stankovic, ajeti pozicionali sa. Është